Arsimit të Kosovës apo Ministri i Arsimit të Kosovës ka shpenzuar lek më shumë për udhëtime jashtë vendit se Ministria e Diasporës. Këtu mund të them se Kosova është një rast me të vërtetë sui generis. Ministri e Punëve të Jashtme i bën detyrat në shtëpi, ndërsa Ministri i Arsimit që nuk ka asgjë të kërkoj jashtë vendit, ajo e kalon me shpenzimet në rrugimet e saj jashtë vendit. Ndërsa sa i përket njohës nga Kenia, mund të themi që është një lajm shumë i mirë, një lajm pozitiv, duhet pranuar se është merit e ish presidentit Begjet Pacoli, pra ai shfrytëzoi lidhjet e tij private që kishte me ish presidentin, tani president i Kenjes, dhe ka pasur takime të mëhershme pra për të sjellur këtë njohje dhe e solli këtë njohje që pas 5 vitesh, pra kemi 5 vite që Kosova nuk është njohur nga asnjë vend. Njohja e fundit ka qenë nga Izraeli pas takimit që është zhvilluar në shtëpinë e bardhë të presidentit Vučić me ish kryeministrin Abdullah Hoti, dhe tani kemi njohjen nga Kenia. Kjo më së miri dëshmon se Kosova nuk ka diplomaci. Unë uroj që qeveria e ardhshme, pa marrë parasysh se nga kushdo udhëhiqet do të jetë nga kryeministri Kurti apo ndonjë tjetër, të kemi kujdes dhe në krye të diplomacisë të nxjerrin njerëz që me të vërtetë e njohin dhe e din atë punë, e jo zonën e drejtanishme, zonën Gërvalla, e cila unë jam më së i bindur se nuk e ka kuptuar as detyrën e saj se për çka është emëruar në qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe pikërisht në këto momente Kosova s'ka asnjë qeveri të re të dalë nga zgjedhjet, politika e brendshme është duke bërë llogaritë e saj për përfitime të këtij momenti, por siç e thamë edhe më lart, kjo amulli e gjen Kosovën të dobët, teksa politika ndërkombëtare është duke lëvizur madje me shumë shpejtësi, ndërkohë që politika e brendshme është në vend numëro. Çfarë duhet të bëjë Kosova tani në këtë amulli? Po në mendoj në momentet geopolitike që gjendeni me tani, Kosova është në një pozicion shumë të vështirë, në një pozicion shumë të keq, por edhe pas zgjedhjeve numra të cilët nuk e nxorrën një qeveri të njërës apo palës tjetër, kjo e bën edhe më të vështirë, por çka unë mendoj, çka duhet bërë tani Kosova dhe politikanët në Kosovë apo udhëheqësit, liderët e partive politike, është momenti i fundit për një konsenzus, për një marrëveshje, për një qeveri gjithëpërfshirëse, për një qeveri e cila do të jap fund dialogut me Serbinë, se jam më së i sigurt administrata Trump nuk do të lejoj bashkëngjitin e procesit siç ka ndodhur në administratën e ish presidentit Biden, dhe në këtë mënyrë një vendim të tillë, një vendim të madh nuk mund të marrë as ish pozita, mirë po as ish opozita, cila do të qoftë që mund të arrijë të bëj 61 deputet. Në një qeveri me 63 deputet nuk i duhet Kosovës. Sot Kosovës i duhet një qeveri e fuqishme, mundësisht qeveri gjithëpërfshirëse. Apo së paku të kemi dy forcat kryesore, pra një koalicion i madh i cili do të zgjidhte pa problem edhe presidentin që ne e dim të gjithë se kërkon 80 vota, dhe ajo do bëhet pas një viti. Pra nuk e kemi luksin për manevra të tilla, për të humbur kohë, për të zgjedhur një qeveri e cila ende pa marrur mirë detyrën, do të detyrohet të shkarkohet për shkak se nuk do të arrijë ta zgjedhë presidentin. Është momenti i fundit i vëdësimit dhe i lënies anash interesave të ngushta partijake e klanore, por të merrem me çështjen kombëtare, me çështjen e Kosovës dhe të bëjmë një qeveri e cila do t'i ndihmojë Kosovës për të dalur nga situata aktuale. E qartë, zoti Veliu, ju falenderoj për analizën tuaj dhe kohën që ndat me ne. Faleminderit, natën e mirë.